pjesa e fundit e mesditës, zakonshëm po flasim për atë se çfarë ka ndodhur 24 orët e fundit brenda kampionatit më të shikuar të momentit atij botrorit. Pra, gjatë vikendit ka pas Zorentina shumë zhvillime, kështu që jemi mundu mi nda disa cilat po besoj që janë interesante edhe për shikuesit. Mja u vu në rikujtes, sepse në ditët e sotme gjithçka let po për cilët tek futboldashtit, kështu që edhe njëherë me i rikujtu pse jo. E vërtet, po. Kemi diskutuar shpesh në këtë studio për mënyrën se si në këtë kampionat ka pasur rregullat të shumta strikte cilat nuk kanë qenë në kampionatet e mëhershme. Njëri prej tyre ka qenë Blend edhe mos lejimi i mbulimit të gojes, sepse mund të dënoheshin lojtarët dhe një dënim të tillë ka marrur njëri nga lojtarët e botrorit. Pikërisht Zorentina, në kupën në kupën e botës 2026, mbulimi i gojës gjatë një përballje me kundërshtarin e sjell një karton të kuq direkt pa e sjell të verdhin fillimisht. Ky rregull synon të parandaloj fshehjen e fyrjes ose gjuhës diskriminuese që mundet me ndodh gjatë kohës kur dy kundërshtarët në fushën e blertë mundën me pas mes njëri tjetrit. Para 2 ditësh mes fushori i Paraguajit, ky që po e shohim pra në foto, Miguel Almiron është bërë lojtari i parë në botror, pra ka shkruar histori. Nëse mbahet për diçka në këtë botror, mbahet në mendje për shkak që u ndeshkua me karton të kuq sipas këtij rregulli, pasi mbuloi gojën me dorë gjatë një konfrontimi që ka pas me një lojtar turk dhe vendimi më pas është konfirmuar edhe pasi u rishikua edhe një herë nga vari dhe pikërisht për këtë arsye i njëjti u ndeshkua me karton të kuq. Mirë, po besoj që do ta kenë marrë si mësim edhe lojtarët e tjerë që të respektohen të gjitha rregullat strikte. Ironia e kësaj fotografie është, mirë po nuk arrita ta gjej, ish bërë virale gjithandej, mirë po momenti kur e kërkova nuk po e gjeja dot, është se si më pas referët në fush kishin komunikuar me disa mes vete duke vendos dorën dhe u komentua shumë në rast se një gjë e tillë, po është e lejueshme. Është e lejueshme ose jo, ndoshta FIFA nuk e ka specifikuar. Janë vetëm për lojtarët dhe jo pastaj edhe për referët. Nuk e ka specifikuar, megjithatë do duhet që trajtoheshin, e kam fjalën barabar, se dhe referi mundet me pas nga një herë ose të përdorë gjuhë jo të përshtatshme ndaj lojtarëve. Pikërisht, për këtë arsye, po ndoshta nuk është e specifikuar, këtë pjesë nuk e di. E qartë, mirë, meqense përmendëm lojtarin turk, tani flasim për Turqinë, sepse e njëjta është eliminuar apo jo? Po, Zorentina, Turqia ka pasur një paraqitje zhgënjyese në këtë kompeticion. Ajo është eliminu pas humbjes 1-0 që pati ndaj Paraguajit, edhe pse luajti kundër 10 lojtarëve për pjesën më të madhe të ndeshjes, meqense se një lojtar nga Paraguaji kishte marrë kartonin e kuq si rrjedhoje e asaj. Mbulimit të gojës, po. Turqet e kanë mbyllur aventurën me 0 gola nga 62 goditje që kanë pas në tërësi, një rekord negativ në historinë moderne të futbollit, kështu po të cilësojke nëpër mediat ndërkombëtare. Bashkë me Turqinë edhe një numër skuadrash tjera janë matematikisht, sepse to kanë edhe nga një ndeshje, mirë po matematikisht i bie që kanë të pamundur vazhdimin edhe më tej në botror, ndërto është edhe Haiti si skuadër dhe të tjera. Tunezia nëse nuk gabohem pash në për lajmet ndryshme. Sa herë që kemi diskutuar në këtë studio, shpesh kemi përmendur edhe Lamine Yamal, i cili tashmë ka shënuar golin e parë në botror, por ajo që u bë virale ishte mënyra se si e kishte festuar duke rënë në sejdë. Për Yamalin ka shumë për të diskutuar, qysh prej mënyrës se si organizon, e kam fjalën lojën, mënyrën se si bashkëpunon me ekipën, në mënyrën se sa për tokë ka qenë edhe në bazë të deklaratave që i ka dhënë, duke tregu hapta se vlerëson lojtarët si Lionel Messi, më pas ishte pyet në rast se ky do mund të arrinte marrë parasysh statistikat pozitive që i ka për karrierën e tij, ndonë se është ende i ri në moshë, kishte thënë se deri diku nuk e di në rast se do arrinte kishte performancën e njëjtë në një moshë të tillë siç ka Lionel Messi, megjithatë ai ka realizuar golin e tij të parë në historinë e Kupës Botës, për karrierën e tij e kam fjalën, në fitoren 4-0 që pati Spanja kundrejt Arabisë Saudite. Menjëherë pas golit, fotografia që po e shohim është fotografia e ndeshjes së djeshme, ai festoi me sejdë, një moment që u bë viral në rrjetet sociale dhe u komentua gjërësisht më pas nga mediat ndërkombëtare, më shumë përgjithësi se sa
për atë se kishte golin e parë në karrierën e tij në një kampionat botror. Me këtë gol, Yamal ka hyrë në historinë e lojtarëve më të rinj që ka shënuar në historinë e botrorit. Po, tashmë Blend është kthyer sërish në vëmendje edhe ajo fotografia që dikur ishte bërë virale me Mesin dhe Yamal kur ky ishte i vogël. Është kthyer sërish në vëmendje meqense të dy po luajnë për botror. Yamal dhe duket se deri diku sepse shumë njerëz këto i konsiderojnë si mite, si legjendat për ciluna ko pas ko, me gjithatë duket se po ka efekt tek Yamal. Se si ja ka thonë komben e mbarë, po? Po, pikrisht. Mirë, kush do të thoshte që ndoshta pas disa vitesh, i njëjti do të bëhej një legjend tjetër e futbollit. Pikrisht, dhe gjosa që të ketë edhe kundërshtar Argentinë rast se dyja ekipet kanë pasur, skuadrat kanë pasur paraqitjet jashtëzakonisht mira në këtë kampionat botror, sidomos Argentina, megjithatë edhe Spanja, kundërshtarët nuk është se i kishte pasur shumë të fortë, mirë po të dyja për momentin konsiderohen si favorit kryesor. Ndonë se çdo ndeshjet e para janë ende me kombëtare të cilat janë pak më të vogla, kanë më pak eksperjenca në kompeticione të tilla dhe disi mund të jetë më e lehtë. Për të testuar më pas se kush është realisht më favorit, mbetet kur kalojmë në faza dhe grupet e tjera ku ashpërsohet gara edhe përballet janë më të fuqishme me njëra tjetrën. Po, okej, ndërkaq interesante ka qenë edhe loja mes Ekuadorit dhe Kurakaut, sepse ka përfunduar me 0-0, meqense ka pasur një numër të madh të goditjeve drejt portës, por që ka përfunduar me 0 gola nga të dy anët. 0-0 ka përfundu kjo ndeshje, megjithatë edhe nga ky rezultat diçka e mirë ndodhe, kam fjalën për skuadrat sepse ato kanë thyrë një rekord 48 vjeçar të Kupës së Botës. 18 gjuajtje kanë qenë gjësej në port. Kombëtari i Ekuadorit ka barazu pra me Kurakaun në raundin e dytë fazës grupeve të Kupës së Botës. Ekipet kanë vendosur një rekord për numrin më të lartë të goditjeve të kombinuara në port në një ndeshje të vetme në historinë e botës që përfundoi pra me rezultatin baraz. Duke regjistruar 18 goditje, 15 prej tyre kanë qenë për Ekuadorin, 3 për Kurakaun. Rekordi më parshëm ishte 14 goditje në ndeshje midis Holandës dhe Perus në vitin 1978 Dorotina. Në këtë ndeshje, portieri 37 vjeçar i Kurakaus vendosi një rekord të Kupës së Botës për më shumë pritje në kohën e rregull, i cili ka arritur të ndaloj dikun rreth 15 topa pa hyrë në gol. Edhe ky një rekord për portierin. Për portierin, sigurisht. Dhe një botror rekordesh ky, sepse në çdo komentim që kemi bërë ka pasur thyrje të rekordeve. Megjithatë edhe për shkak që këtë vit luajnë Dorotina një numër më i madh i shteteve, kombëtare, pra në 48 në tërësi, 104 ndeshje, vetëm se duket se po shkojnë shpejt. Po, ndërkaq një lajm i mirë vjen për Brazilin sepse është rikthyer Neymari. Po, Neymar do të rikthehet pas lëndimit. Në kampin e Brazilit, lajmi më i madh nuk ka qenë fitoria, por rikthimi i Neymarit në stërvitje, pra rikthimi i tij i plot. Bashkëlojtarët dhe stafi tashmë kanë konfirmuar, u pa edhe nëpër mediat ndërkombëtare, të cilat raportuan gjitha se ai është afër rikthimit në fushë dhe mund të luajë qysh në ndeshjet e ardhshme, të cilat pritet të jenë vendimtare më pas edhe për fatin e Brazilit. Këtu duken disa prej fotografive të cilat janë bërë virale, është me topin e Kupës së Botës. I njëjti top, një fakt tjetër interesant është Dorotina, për gjithë ata që ndoshta nuk kanë arritur me po, është marrë nga disa astronautë të natës, është dërguar në hapësirë dhe kanë testuar mënyrën se si rrotullohet topi në një hapësirë ku nuk ka gravitet, pa me këto të cilat më pas janë bërë shumë virale në për rrjetet sociale. Nga ky udhtim i fundit që kishin drejt... Jo, tash kanë marrë pra në hapësirë, ndoshta në ato kapsullat ku nuk ka gravitet, është marrë, kemi me pas rastin me diskutu edhe gjatë ditëve me pa edhe videon e cila është bërë shumë virale, mirë po momentin që e pa shtopin më në sy, sepse dizajni është i njëjti i topave në Kupën e Botës dhe i njëjti ishte marrë ishte dërguar në hapësirë, disa astronautë po luanin me të, u pa shumë interesant, u pa më pas edhe u komentu shumë lidhur me atë se një top nga një kompeticion kaq i rëndësishëm, i cili nuk lidhet as pak me punën që bëjnë astronautët, megjithatë diçka interesante për t'i provuar edhe pse jo, për mi bë PR
pozitiv Kupës botës e cila po zhvillohet në 3 shtetet Amerikë. Po, e me qenë se përmende këtu PR-in, të cekim se nuk janë përmbushur realisht të pritjet e FIFA-s për shikueshmëri. Ndonë se ne që po e përcjellin, po duket realisht se një numër i madh i njerëzve po e përcjellin, megjithatë ndoshta edhe për shkak të kohës, ka shumë dinamika, po, me ka shumë Evropën. faktor në fakt, Dorentina lidhur me këtë. Pika parë ka të bëjë edhe me kohën e papërshtatshme që ndeshjet që zhvillohen pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 2 vende të tjera, më pas me kohë lokale të tyre, e cila nuk përkan as pak me kohën lokale tonën këtu në vendet evropiane dhe në shtetet të tjera, njerëzit zakonisht ju duhet mbrëmje me pushu për shkak që të nesërmen kanë dinamikat e jetës tyre, punë, obligime të tjera dhe e kanë pamundur me i përcjell në anën tjetër. Dhe realisht me qenë se këtë herë Blend ka pasur me shumë shtete, pritjet kanë qenë që shikueshmëria të jetë më e lartë, sepse gjithë sigurisht e mbështetin shtetin e vet. Megjithatë, po e pash se në statistikat e tyre nuk janë përmbushur pritjet për shikueshmëri. Në anën tjetër ka edhe shumë njerëz që thonë se nuk është më shija e njëjtë e botrorit për shkak të rregullave të mbi ngarkuara që ata konsiderojnë. Ne kemi pa shumë shpesh që për shkak të teknologjisë të avancuar e cilën të njëjtën po e përdorin edhe në për sistemet për të bërë pra më preciz gjithçka sa i përket ndeshjeve që zhvillohen, edhe disi lojtarët kur po japin gol nuk po arrin ta festojnë golin pa e marrë një konfirmim një herë prej varit ose prej dhe të tilla ngjarje të cilat më pas deri diku edhe e kanë zbej. Po, ndërka që Blend ne më herët me msafirin që kishim folën për atë gdhendjen gjigante që ishte bërë Cristiano Ronaldos, 26 metra dhe 70 ton, Argentina ka inauguruar statujen më të madhe në botë për Lionel Messin. Po besoj që tashmë në pamje do ta kemi, ja. Kjo është Dorentina. Një statuj gjigante realisht, sepse po shihen edhe njerëzit poshtë aty në proporcion me njerëzit duket shumë e madhe. Është një lartësi maramense prej 26 metrash dhe ka një peshë 70 ton. Kjo vepër arti gjigante dominon pejsazhin përgjatë rrugës kombëtare në Argjentinë. Skulptori Aldo Beroissa, njeriu që qëndron pas këtij projekti, ka punu për 2 vjet me radhë për me sjellë në jetë këtë simbol të përkushtimit. Statuja paraqet Messin në një pozicion ikonik duke u gjënzuar në shenjë minoje me dorën e djathtë lart dhe trofeun e Kupës së Botës të vendosur në mes të gjojnëve, një imazh që përmbledh rrugtimin e tij legjendar në ndër vite në fakt. Ky monument vjen në një moment historik për 38 vjeçarin. Messi sapo ka bërë historinë në Kupën e Botës 2026 duke shënuar një hat-trick spektakolar në fitoren 3-0 që pati kundër Algjerisë. Me këtë performancë ai ka arritur kuotën e 16 golave në total në Kupat e Botës duke barazuar rekordin që ka mbajtur më herët gjermani Miroslav Klose. Me këtë vepër, kjo vepër tani mban rekordin si monumenti më i lartë, pasi ka përcen atë që ishte 21 metrash në kolkatat të Indis. Të Indis, okej. Mirë, ja të shohim edhe rezultatin e të gjitha ndeshjeve. Spanja, Arabia Saudite 4-0, Uragaj Kepi i Gjelbërt 2-2, Belgjika Irani 0-0 dhe Zelanda e Re dhe Egjipti 1-3. Ndërkaq në këta minuta që na kanë mbetur shpejt. Është edhe sepse ka pasur më shumë ndeshje. Japonia me Tunizin kanë qenë 4-0, ka përfunduar. Ballafaqimi mes Holandës dhe Suedisë është mbyllur me rezultat 5-1. Gjermania ka pas një ndeshje dramatike ka fituar me rezultat 2-1 ndaj Bregut të Fildishit dhe Ekuadori me Kurkan 0-0. E qartë, shpejt të përmendim edhe se kush do të luajë sonte. Sonte na presin 2 ndeshje shumë interesante, është ajo mes Argjentinës dhe Austrisë, me fillim nga ora 19 me kohën lokale, pra tonën këtu në Kosovë, si dhe Franca me Irakun, me fillim nga ora 23, megjithatë raportimet e fundit tregojnë se ndeshja e Francës edhe mund të shtyhet deri në orën 2 të natës për shkak se kushtet atmosferike pritet jenë jo të pavarshme për të realizuar kjo ndeshje, megjithatë në kohë reale do të informonin nga rrjetet sociale, të cilat përmbledhin gjithçka në kohë reale sa i përket Kupës Botës. Po, ne me këto informacione edhe mbyllim mesditën për ditën e sotme, shihemi nesër në orën 12. Mirëmbëjtje.